Shajndere Bërlajolli. Kjo ikonë e muzikës popullore kosovare shqiptare u lind me 7 gusht të vitit 1946 në Pej. Arsimin fillor dhe atë mesëm i përfundoi në qytetin e arsimit dhe kulturës në Pej, për të vazhduar më pas në normalin e plot për mësuesi. Shajnderja rrjedh nga një familje vendase qytetare të vjetër të Pejës, nga babai biznesmen Mustafa Bërlajolli, si dhe nga një nën shumë bujare Iqbale Bërlajolli, që në atë kohë familja Bërlajolli e gëzoni një reputacion dhe një respekt shumë të veçantë tek qytetarët e vendit dhe më gjerë. Shajnderja, me shkëlqimin e saj në skenën muzikore të asaj kohe, evoluosi edhe më tepër këtë respekt, duke u bërë njëri dhe artistja më e re dhe më atraktive e Pejës. Ishte vetëm 13 vjeçare kur për herë të parë debutoi në festivalin e asaj kohe Mikrofoni është juaji, event i cili mbahej në Pejë, dhe talenti i Shajnderës do dilte në pah. Prej momentit të parë, ajo i fitoi zemrat e publikut edhe u bë e adhuruara e publikut pejan, ndërsa më pas sukseset e saj s'kishin të ndalura në Kosovë dhe jashtë saj. Ajo u bë artistja e vetme profesionale në moshën adoleshente. Ishte vetëm 13 vjeçare, por kishte një zë prej bilbili dhe shumë origjinal popullor. Sukseset e saj nga viti 59 e tutje do të ishin marramense. Fituese e 5 fisht e festivalit më prestigjioz të asaj kohe, Akordet e Kosovës, prej ku me performansat e saj dhe hitet e radhës, siç ishin këngët Në Zabel të erdha, Miriban, Gajdexhiu, Kush më i pari bani, O Bylbyl me pika pika. O Bylbyl me pika pika, O Bylbyl me pika pika, akkuman mosri me qika, akkuman mosri me qika. Ajo përfaqësoi vendin dhe jashtë duke defiluar në gjithë botën dhe duke sjell të gjitha çmimet më artistike. Ndër vite karriera e kësaj ikone kosovare rrite dhe zhvillohej edhe më shumë me pjesëmarrjen e saj me këngët origjinale. Zëri, mënyra e të kënduarit autokton e bën këtë këngëtare një ikonë të vërtetë të muzikës popullore kosovare. Zëri i saj u dëgjua shumë larg, kudo në botë, ngado që ajo këndonte, trofeet ishin pjesë së saj. Repertori i Shajndere Bërlajollit sot numëron 260 dhe 280 këngë të saj të regjistruara në Radio Prishtinë dhe në vende tjera regjistruese. Gjatë karrierës së saj 50 vjeçare, Shajnderja do të bëhet letërnjoftim për publikun me këngët e saj shumë të dëgjuara. Zëri i saj unik do dallohej menjëherë si dhe hitet e saj, që sot e kësaj dite publiku i këndon me shumë nostalgji dhe dashuri, janë Në Zabel të erdha, Miriban, O hajde dali moj goce, Gajdexhiu, Baresha e dashnume, Kush më i pari bani, O Bylbyl me pika pika, Lules, Mis Sokoli, Një lule në Gostivar dhe shumë këngë të tjera. Shajndere Bërlajolli është njëra nga legjendat e gjalla, e cila ende është në mesin ton, dhe sonte ajo është këtu me ne, në Zhurma Show Wars. Shumë faleminderit. Është një emocion shumë i veçantë, thjesht një fëmijë, se për te janë fëmijë dhe asgjë tjetër, i një doajeneje, i një artisteje, të vërtet, jo pse është nëna ime në këtë rast, e flas atë që ajo realisht e meriton, ka kontribu më tepër se gjysmë shekulli, dhe si fëmiu i saj, unë jam shumë i privilegjuar, dhe falenderoj Zotin dhe vetëm Zotin që i kanë dhënë shëndet dhe mundësi të jeton, që t'jem gjendje unë e sonte, t'ja këndoj në mënyrën time, falenderit shumë për respektin. Ndoshta Shanka s'ka me më kritiku, unë e kom këndu në verzionin popullor i original, originali kopja original nuk bëhet, megjithatë, falenderit shumë Gjilani, falenderit kolektivit nderuar. Para se me eftu zonin Shajndere Bërlajolli, stafa në skelë,
Ju uroj gjithë kolegë që morën çmime dhe gjithë ata që sot janë vetëm si fytyra, si vipa. Urime fjolla, vërtet unikate, përshëndes edhe mikun tim, Gentian Ramosën, profesorin Serami Kolonia, Linditën, kolegët e mi. Skena për ju Shajndere Bërlajolli. Hajde nana ime, Artiollën veçanti, një respekt veçant, Enkeledën, ju dua shumë. Unë nuk do të flasë më tepër, fola Avni Çajirin kërkoj falje se për ju shok shtu ka pak seldin. Nën, unë jom shumë i vogël me vazhdu. Ti e shumë e madhe, respekt edhe une të përulem. Gjilanit ka da shumë, urna drejtoju me disa fjalë miradije artistike. Mirë mrama Gjilanas, faleminderit shumë. Jam e privilegjuar dhe jam shumë i lumtur që pikërisht zonjes organizatores Ziko Kompanis i ka rënë mend në qytetin për të cilin çdo herë unë kam pas fjalë miradije të më jepet ky shpërblim në Gilanin e bukur. Njerëzit që e din çka është arti. Ju faleminderit të gjithëve. Unë nuk jam e madhe, ashtu nisa jam e vogël. Po këngët e mia kanë qenë të mëdha në përmjet jush, ato janë ngritë edhe më shumë. Ju faleminderit shumë. I përshëndes gjithë kolegë. Kam dëshirë duke filluar që nga Elita 5, e cila na zbardh fytyrën çdo kund, e të gjithë këngëtarët mos i numroj me emër, që ta fillojnë karrierën si une, me shpërblime, me fitime, prej vitit parë e gjeri në këtë moshë 68 vjeçare, 55 vjet karrierë. Ju faleminderit edhe një herë.